Në Vlorë po ndërtohet një qendër shumë e madhe Melian të ujë ftohtë. Aty poshtë janë dhe pronat e kolegajve, të veta, të tyre, pjesa tjetër. E diti që në Vlorë 90% lejeve të ndërtimit i kanë marrë të djatët, PD-ja, të investimeve. Se dhja këtë? Po pra? Do thënë, kështu funksionon 90% të ndërtimeve nuk po flas, po duash, nuk po flas. Jo, 90% të leve të ndërtimit në Vlorë, i kanë marrë djatët gjithë investimet i marrë të djatët. Po çfarë pushteti ju socialist pastaj? Çfarë pushteti? Unë jam socialist një. Unë jam i majt. Ti i majt? Kam thënë deri në vitet 60 jam totalisht me luftën me Enveri me gjithë, pas viteve 60 jam i pavarur, i flas si të dua. Pra si ka mundësi këta, po ju preke interesat, po ju preke familjen, këta të bëjnë gjëmën. Dhe këtu problemi është mila spaku do anate mohet, do sërmohet, sepse kërkon atë që ndërrojnë shqiptarët. Kërkojnë drejtsin. Ta s'duan drejtsiva. Ta duan ta kemë pushtet dhe drejtsin. Çfarë pasojë do kesh Rama me sulmin dhe me votin? Shiko, Rama pasojat mund të jenë graduale, shumë graduale, po pasojat do ketë vendimi. Europa shtyhet ajo ëndra që realisht nuk e nga besoduar e 30-ës. Do ti duke thënë që jo në qovë, se pa je deklaruar, nesër votohet. Është deklaruar ajo, është deklaruar, votimi është kot, ma. Votimi me ata që ngrën, me Zekinet që ngrën e ulin dorën. Me Zekinet, po çka ka me Zekinet? Asgjë më shumë e mirë. Ku mund që ma humor, tani që i ka rënë qik nivelli humorit dhe ndaj, me që është kështu shumë e mirë, është e sinqert. Populli ka nevoj për përfaqësues saj. Dhe një nga përfaqësuesit e saj popullor, sepse Koreshi është niveli lart, ka marruar Sapiensën, andaj nga Italia, e ka humorin, por ruan popullore, pse i bën atë? Pse e bën atë? E bën me filozofinë e tij, për të qenë pranë popullit, për të qenë unë jam populli. Kurse ai është diplomuar nga Sapienza? Po pra ta thash pa. Kurse kjo është tamam populli. Ju thot atje për popullin është në rregull. Ti thua çfarë do ndodh pas pakut me këto? Për kushtuar pakut. Ore populli ishte i kënaqur në darkë që u zu Rama, të djathat kënaqen që Berisha shau Ramën, ishan këta bjeri më. Ka dhe zona gri? Ka dhe atje. Zona gri është ulatur tani. Ku ka zona gri? Nuk ta kam thënë. Shiko, ka thënë një shprehje Napoleoni, shqiptarë nuk dinë bëjnë shtet se janë gjithë kushurinë të parë. Që zonë e gri, ta të njofin ku të punon gruaja, ku të punon dhëndri, vjerra, nëna, krushku. Ta t'i sulmojnë të gjithë, kam bërë një t'i sulmojnë dhe nuk të lënë për te nepotizmit. Po këtu je zbuluar, më nuk thuajnë dy fjalë, do dalun që këtej, i pari do më thonë te klubi që punoj. O vëlla, ki kujdes se kam interesa unë. Mos fol ashtu. Iki vetë te lagja, ti je kundër Berishës, vetë atje, po ti je kundër Ramës, vetë atje. Edhe këtu është ngritur një institucion që nuk ecën dot përpara. Edhe ky institucion se po mësua për zonën gri është rektorët që janë në universitet, ma rektorët. Ti edhe pedagog, pa hënë afrojnë çik. Po të them rektori. Rektori të nxjerr nga puna, pa lajmërim fare, vetëm se në fushat elektorale i thua pse ka arti, ke thyer ligjin. Kjo rektoria kandidatja nuk mund ta shoqëroj rektori që është në punë dhe zëvendës rektori i arshëm. Dhe ai thonë mirë ta tregoj unë ligjin. Edhe më nxjerrën pension, pa më lajmëruar, pas gjë jemi gjyqeve që do i marra tash taksa paguesve shqiptarë. Ty të kanë hequr punën? Po më hoqë pra me skandal më pra vetëm se kundërshtova një herë. Ku guxon, më këta janë pushtet më vete. Pavarësisht se për arsimin po deshe ulemi flasim në një herë tjetër. Dhe këta kërkojnë tani ta bëjnë pa mandat rektori. Tani thënë gjë të rëndë që në qoftë se duan largimi ose sulmi ndaj SPAK dhe mosdërzimi i Ballukut bën që Shqipëria të mos sa trasohet me unë thash të shikohet qëndrimi dhe 2027, 2029, 2030 është kohë. Situatën politike që ka Shqipëria i duhet kjo luftë mediatike e Edi Ramës. I duhet shumë. Pse? Për opozitën, për të gjitha, se është krijuar një boshllëk tani dhe ai me këtë largohet nga gjithë çështjet e tjera që ka Shqipëria. Opozita është hetuar, ca bën dhe këto lojra ky që i bën emër të pushtetit që ka. Ai na thuaj ti çka propozitën, se ne do bëjmë protestat, do bëjmë namin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, madhështore protesta. Do të ndajmë idealistët në opozitë dhe ata që dhe mulët që qellojnë me grush gardistët. Ka idealistët do të jenë atje në protestë, vinë ata për një byrek, për një bilet falas, shikojnë Tiranën, bëjnë gallat, shajnë atje, nxjerrin dufin e problemeve ekonomike që kanë familje, vinë me psikologjinë e turmës, u duket atje të fortë se kanë rrëzuar Edi Ramën çdo natë, çdo gjë, hanë byrekët edhe ikin në shtëpi, po jo të gjithë. Idealistët janë aty. Tani, këta të tjerët janë në këto pazari që thashun, me lejtë e ndërtimit, me mos i fut në burg, me mbrojtje politike, se kjo mbrojtje politike që i bëhet Belindës, përkthehet mbrojtje politike edhe për grupin tjetër që vinë, dhe për ata që bëjnë sikur se duan këtë gjë.
Pse, ju mendoni se zoti Berisha s'është interesuar që të vendoset kjo? 100% interesuar. Do Berisha që Berlina më zërëzohet? Do që të rëzohet spakuaj, të merret ky vendim, ai është i mbrojtur dhe fëmijët e tij janë mbrojtur. Flamur Noka. Do të thuaj që Berisha bashkëpunon me Ramën? Po sigurisht, qëllimet e tyre në fund fare familjen ata. Landi, pse bën sikur se kupton? Seriozisht e ke që opozita nuk i intereson të shkatrohet spaku? Totalisht në fushën e saj. Si intereson asaj ndërrimin që bëri qeveria për mos u futur në burg ish presidentet ta. Imunitet, super imunitet dhe për ata. Po të e bashkë, ajo që bëhet, ajo zhurma atje bëhet. Se opozita nuk djetë të djegë kariket që paguam, taksa paguesi shqiptar. Opozita nuk dalë që shaj, ore, minut. E bën një herë, rëzo. E qëlloj dhe gërdisë. Pa të qëlloj, thot, vajtëm ne se menduam, e qëlluam vilën 31, se menduam se ishe Dirama. Se di ka Berisha kushe? Në Surel e ka. Shkoj për protestat në Surel. Zi atje që mos vinë shpi. Shkoj për rretho këshillën e ministrave nga të gjitha anët, rri ullur dhe mos shkatro pronën private. Lera të kthejë muze, të vinë njerëz ta shikojnë. Luksin e Enver Hoxhës dhe varfërinë tjetër të popullit shqiptar. Jo, janë bashkë për të krijuar spaku, është armik i përbashkët i atyre. Spak? Është armiku i përbashkët i opozitës dhe kjo na dëmton popullin. Kjo na dëmton ne, zotëri. Kjo na dëmton ne po të kthejmë prapë dhe në arsim. Edhe në arsim, po të thejë, që për fituar titullin profesor i asociuar është 4 vjet mas fitimit gradës shkencore doktor shkencash. Dekania ime në 2014 mori titullin doktor shkenca, në 2015 mori profesor i asociuar për një vit, sepse ishte mikesh e rektorit dhe vazhdon të jetë mikesh e rektorit. Skandal, në gjithë botën duhet të hequr ajo, ka marrë janë 100.000 euro deri tani. Në cilin fakultet është kjo? Në Elbasan. Pra e kupton që ndodh dhe janë bashkë dhe son asnjë gjë. Nuk thon asnjë, po nuk e zbrita ajo, ta zbrita që janë bashkë, të gjithë rektorët e majtë dhe të djathtë. Tani çfarë ka? Më gjej një deputet në botë që qellon gardistin me grusht. Që shan gardistin që i thotë do të heq nga puna sa të vi. Më gjej një vend botë. Gardisti kur të vjen në pushtet tan, qofse do vjen ndonjëherë që s'kan për të vajtur, kështu siç e ka nisur, nuk dhe shërbej atia kundër Ramës, sepse gardisti shkon për të mbrojtur të realizuar detyrat dhe ato që ka dhënë garda. Po shkon mos cënohet shteti më. Gardisti mbron shtetin atje, nuk mbron Ramën dhe Belinda Ballukun se qellohet me shishe uje me këto. Më gjej më thuaj një rast në botë që ke parë, u arrestua kongresmenin në Amerikë. Për një kundërshtim që i bëri atyre, e morën arrestuan dhe kongresmenin. Dhe ai as qelloi, as shau. Vetëm i kundërshtoj me forcë. Okej, kemi 2 foto që unë duhet t'i komentojmë. Është njëra për lindjen e mesme, i lutem regjia, në Ledwall, për luftën në lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmojnë Iranin dhe aty tani ka ndodhur një, është pak të thuash domino, se sulmi tani edhe Irani ka sulmuar të tjerat, po edhe të tjerat kanë sulmuar disa të tjera. Tani si ekspert i sigurisë, si një ish punonjës e shërbimit sekret, çfarë mendimi ke? Çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Kemi të bëjmë me një mini luftë botërore? Unë po them që lufta ka filluar me modesti, sepse ma ke rritur shumë pjatës me këtë ekspert. Natyrisht kam punuar me sigurinë kombëtare shumë vite, por natyrisht jam marrë me median më shumë botërore për këto gjëra. Natyrisht lufta ka filluar, lufta botërore. Ka filluar lufta botërore? Ka filluar, realisht, sepse këtu, në këto gjëra tu, është mos ta harrojmë që ai kalimi atje ke Irani që duhet i mbyllin këta kanalet edhe këto, janë të gjitha që prekin më vonë interesat e Kinës dhe Rusisë. Rusisë dhe Kinës. Mbas tyre. Dhe lufta mbështeten në demokraci, që në fakt unë nuk kam parë ndonjë demokraci në botë që të thotë do vi unë ty të bëj shtetin në Iran duke vrarë 120 gra fëmijë në shkollë. Është demokraci.